Musa alayhis salam I ka thënë Allahu azza wa jall, o Zot, e kam një dua, përgjigj ya Rab. I ka thënë Allahu xhalla wala, falë Musa, çfarë duaje ki? Ka thënë o Zot, beni Israil shumë po mgusin me fjalë. Shumë po mësojnë. Me kam inkontron beni Israil. Çka s'ka thënë për Musa sa? Allah është marrën këtë xhamimi për men, do sene çka ka thënë për ta. Marrën vjen mi kallzuam. Çka s'ka thënë për ta? Ka lyp Musa si pejgamber, nali o Zot. Nali o fjalë. Allahu xhalla wala I ka thënë Musa lisan, o Musa, I kisha nal, sa problem. Po si kom nal për veti, ç'a thojnë për mua për ty? E po? A ka mujt Allah me I nal njerëz me fol për ta? Ka mujt? Po se u ka nal, ç'a thojnë për Allahun azza xhall? Çka s'po thojnë sot? Ç'a I kompo Zoti thonë që po ma çan këto, subhanallahu. Ku është Zoti më tani mu? E fjalë tjera, do marrë me një këtë fjalë. A thënë për Allahun xhallahu ala. Hala matrona. Që ju nini që për Zotin xhallahu ala. Sa njëri shan me Zot, audhu billah. Edhe Allahu xhallahu ala shamshil guën. Wallahi ka mundsi guën mja kfut atë. Guën janë nxirr. Vesh një melek, janë nxirr guën. Kur s'let ai mua atë. Nëse çfarë dunia është kjo punë? Dunia fal ngarkohu. Ku kimë ik? Ku kimë shku? Te Allahu kimë dalë pat. Prandaj Allahu xhallahu ala se u ka mshil guë njerëz për të më fol. E për ty tani, e pse mos më fol për ty? E pse për mua për ty mos më fol? Flasin hall kolla. Çfarë stoi? Thonë ai kështu te, e kanë mashtruar, I shitën e pe jashtë, pe marrin e çka stoi? Lejo mot atë. Ti kryj punën që duhet, adhuroj Allahun xhallahu xhelalu. Mos më me fjalë njerëzve. Me nis më marrën fjalë hallkut, apo? As shtëpis kështë pas, as familjes kështë pas, as vetë gjallë kështë kon, mingu njerë që ka thëjtë. Sa njëri thëtë, apo për shpinë tonë gjithë shka, thëtë për familjen tonë, që me bota? Me është thuj, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Allahu na mjaftan. Allahu xhallahu ala kem na mjaftan kundër ty na. Prandaj, mos u merr me fjalët e njerëzve. Nëse kthehesh, po thëshin e ai çfarë ke si të kthehesh? Rëzohesh me. Të rëzojnë, s'mund me qindruti. Tu këthy djathë dhe majtë, nuk mund me qindruat. Mos të mërë me fjalët e njerëzve. Mos të mërë me fjalët e kërkujnë ata. Merru me fjalët e Allahut azza xal. Në mësh më dhoni këshill, mësh më dhoni mohabet, mësh thuj Zoti ju qof në udhëheqjet e juve. Kurrë më shumë. Allah ju dhash hajr. Lutu për ta që Allah më udhëzu. Ka se kjo është ajo që duhet besimtari me e bë. Prandaj mos u kthe. Mos u kthe ato. Mos u zhvendos. Mos e kthe kryt. Nga se e kam për me të nalë. Në qoftë se kthen kryt veç për para I, gjithmonë para ty në I jap. Se Allah ta ka shpejtësinë. Ndërsa ti e nal vetë shpejtësinë, si njerëz me kthy gjatë dhe më çka po thonë.